E ftuar në një emision, Angie, bashkëshortja e Rogertit, ka treguar lidhur me miqësinë e saj me tezën e Selin. Ajo tregoi gjatë intervistës se me tezën e Selin kanë qenë mikesha në Angli, por është ofenduar dhe prandaj ka përfunduar miqësia mes tyre. Muhabeti i tezës është bërë bajat, unë njoh tezën e Selin që jeton në Angli, kemi qenë shoqe, nuk jemi më, as nuk dua të jemi. Thyrja e miqësisë ka qenë kur jam ofenduar personalisht prej tyre. Është vijuar me kërcënimet publike dhe ofendime. Kam bërë disa ofendime në rrjetet sociale kundrejt meje. Kur Rogerti pati fillimisht atë qasje ndaj Selinit, mirë kuptova. Nuk ka pasur aleancë të fshehur mes tyre. Janë dy personazhe të njëjtë në gjendje të kundërt, u shpreh bashkëshortja e Rogertit, duke treguar për marrëdhënien e saj që ka tani me tezën e Selin. Nga ana tjetër, na duhet t'ju tregojmë se marrëdhënia e Selin dhe Rogertit ka qenë tensionuar që në momentin që ai ka hyrë brenda shtëpisë së famshme, ku ai deklaronte se po e ngrente në lojë duke përfshirë në debate të shumta.